Bashkia e Bulqizës ka hedhur në ankand për investime të ndryshme disa zona për ndërtimin e parqeve fotovoltaike. Një nga këto hapësira është në fshatin Gjoric. Për këtë bashkia zhvilloi të martë një dëgjesë publike me banorë të zonës. Drejtori i shërbimit pyjor pranë Bashkisë Bulqizë, Shaqiri Zvira, tha se këto ankande janë të hapura dhe se mund të aplikojë kushdo për të investuar. Ai shtoi se me dhënien e këtyre hapësirave, Bashkia e Bulqizës do të bëjë të mundur shtimin e të ardhurave të saj nëpërmjet taksave, ndërsa arrit mundësinë edhe për shtimin e vendeve të punës. Kjo dëgjesë realizohet mbi ankandet që zhvillon Bashkia Bulqizë për dhënien me qira të sipërfaqeve të fondit pyjor dhe kullusor. Dhe në njësinë administrative Gjoric janë përzgjedhur disa ngastra, ku për vendi ku jemi ne është ngastra pyjore 67C, me zonën kadastrale 1764 dhe numri pasurisë 38, fraksion 29, me një sipërfaqe prej 18.2 hektarë, si dhe në zonën kadastrale 1764, me numër pasurie 38, fraksion 28, ngastra 67B, 3.7 hektarë. Kjo i përket fshatit Gjoric. Këto janë pronat e Bashkisë Bulqizë, që janë dhe me certifikatat, që janë pronë e bashkisë. Ne kemi ardhur të ndëgjojmë ju që nëse jeni dakord për këto, dhe këto jepën në ankand nga bashkia. Ankandi është i hapur. Mund të konkurrojë kush do nga ju apo kush të doj. Mund të marrë kush të doj këtë sipërfaqe. Banorët e pranishëm kërkuan më shumë informacion në lidhje me investimet që mund të bëhen në zonën e shpallur në ankand. Ata u shprehen se nuk janë kundër investimeve pasi sjellin zhvillim për zonën dhe vende të reja pune. Tu e njerëz që kanë ardhur në nuk janë kota, as banor fizik as juridik. Ajo është një pronë e gjyqës poshtme. Nëse vjen një investim, ne dal në akon ta morë kushdo, të bëhet një gjë për katunin, se vjerë janë ato me kështu shkëtorin këtu se s'ka asnjë një lop ato s'kan coll. Jo lop. Po këtu ku vjen kujton palezi që zhubo, dhe ta borë të investinë. Dhe ne sikur sta mendimin e vet. Ne punsohen njerëzit, oni zhvillim. Një zhvillim do të marrë për komunitet. Për ne bëhet shumë mirë. Pse bën ndërtim vëlla, punsohen njerëzit, kush nuk ka dasa nuk e ka. Edhe gjykat për shku duhet ka dasa. Akta të janë. Kush e ka piktinë? Na tot janë këtu. Shishisi po ti gjosë që të punsohen njerëzit. Shishisi po të punsohen njerëzit. Po ti gjë për mirë. Shishisi po. Allah. Ama hafta moni që i thon. Gjithë vini hujta mo. Shishisi po ti gjë për mirë. Të tjerë banorë u shprehën kundër për shkak se bllokohen kullotat e bagëtisë me investime të tilla.